400 biznese në Elbasan kanë shpallur falimentin këtë vit të krizës ekonomike. Gjysma e tyre kanë mbyllur aktivitetin që në 6 mujorin e parë të vitit, si pasojë e daljes me humbje në mënyrë të vazhdueshme. Sipas drejtuesve të bashkisë, arsyeja kryesore e falimentimit është rënja e fuqisë blerëse, por këto mbyllje kanë ndikuar ndjeshëm në uljen e të ardhurave të pushtetit vendor. Shumë nga këto biznese që kanë aplikuar për mbyllje i kanë bashkisë rreth 4 milion lekë borxhe, të cilët nuk i kanë likuiduar. Shkaqet kryesore për të cilat nuk mblidhen në masën 100% të ardhurat nga biznesi, është edhe mungesa e vënies në funksionim të kasave regjistruese, të cilët po bëjnë rreth një vit tregtarët i kanë marrë, por ato akoma nuk kanë vënë në funksionim. Ndër rrethet e vendit, numri më të lartë të bizneseve të mbyllura për këtë vit e mban Korça me plot 900 të tillë.